Aktakuza për zjarrin në klubin e natës Puls në Koçan do të vlerësohet deri në fund të javës, njoftoi gjykata penale e Shkupit, e cila është përgjegjëse për zhvillimin e gjykimit për një nga tragjeditë më të mëdha në historinë më të re të vendit, në të cilën humbën jetën 62 persona, ndërsa mbi 200 u plagosën. Aktakuza u ngrit më 13 qershor ndaj 37 personave fizik dhe subjekteve juridike, kurse gjykata penale thotë se vlerësimi është zvaritur për shkak se autoritetet gjyqësore nuk kanë qenë në gjendje të sigurojnë avokatët e të akuzuarve në kohë. Që nga pranimi i aktakuzës, gjykata ka angazhuar të gjitha burimet në dispozicion për ta dorëzuar aktin tek palët. Fatkeqësisht, gjatë muajve të fundit, dorëzimi tek disa nga avokatët dhe përfaqësuesit e personave juridik nuk mund të realizohej në kohë. Pavarësisht njoftimeve nga gjykata se aktakuza do të dorëzohej direkt në zyrat e tyre, për efikasitet më të madh në procedurë, ata mungonin. Prandaj dorëzimi dhe me këtë edhe afatet për kundërshtime janë zvaritur pa nevojë, thon nga gjykata penale themelore Shkup. Aktakuza do të vlerësohet deri më 3 tetor, kur skadon afati i përcaktuar me ligj. Ndërkohë, duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve, kryeministri Kristian Mickoski është shprehur se është i pakënaqur me punën e prokurorisë. Nëse pyetja është nëse jam i kënaqur me punën e prokurorisë, përgjigjja ime do të jetë se nuk jam i kënaqur, dhe kjo ishte pikërisht arsyeja pse mbështetëm shkarkimin e Kocevskit në parlament dhe pse LSDM dhe BDI nuk e mbështetën shkarkimin e Kocevskit është çështje tjetër. Pra kushdo që në çfarëdo mënyre dhe në çfarëdo forme ka lidhje me këtë rast, duhet të nxirret para drejtësisë, deklaroi kryeministri Kristian Mickoski. Hetimi nga prokuroria zgjati 3 muaj dhe përfshin 33 persona fizik dhe 4 persona juridik, të cilët akuzohen për vepra të rënda kundër sigurisë publike, kurse një person akuzohet gjithashtu për veprën penale marrje të rishfetit. Pronarët e klubit të natës janë të akuzuarit e parë, kurse ka akuza dhe ndaj 3 ish-kryetarëve të Koçanit, 4 drejtorëve të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, si dhe ndaj ish-ministrave të ekonomisë dhe pjesëmarrësve të sigurisë së klubit. Paralelisht, prokuroria për ndjekje të krimit organizuar dhe korrupsionit po zhvillon procedura dhe ndaj 13 në punësve në lidhje me tragjedinë, megjithatë aktakuza në këtë rast ende nuk është përfunduar.